Investimet e pjesshme në infrastrukturën rrugore bën që banorët e 4 fshatrave të njësisë Velabisht në Berat të ngriheshin në protestë. Protesta u zhvillua në afërsi të fshatit Velabisht, ku dhe ka filluar asfaltimi i rrugës, ndërsa banorët thonë se nga 15 kilometra janë parashikuar për t'u asfaltuar vetëm 3, duke izoluar disa fshatra. Në muaj tetor ka rënë një shirë mbysëm e ka prishur komplet rrugën e Veleshjes. Kemi të kitur në çdo derë, as ka ardhur një fare. Jemi 4 fshatra tia pa rrugë, kemi edhe probleme me drita. Kam jetin shtëpi, vi me mushk poshtë. Me tokat, kemi lulling, kemi vësuar tek shtëpit, por radhë parë kur vim këtu nuk kemi energji elektrike. Ujt e marrim me bidona nga Berati që në Molisht. Kjo rruga kur bëhet një gjysma pastaj pjesa tjetër. Protestës së banorëve të Velabishtit ju bashkua dhe drejtuesi politik i PD-s për qarkun e Beratit, Eno Bozdo, i cili e cilësoi këtë investim si asfalt elektoral. Është një rrugë që nuk është prekur ndoshta ndonjëherë me dorë. Shtrohet një asfalt elektoral sa për të thënë që e shtruam këtë gjë, por fshatra të tëra kanë ngelur në mëshirë të fatit. Janë më shumë se 1 miliard euro të hedhura në sektorin e energjisë elektrike, por për këto fshatra këtu, që duhet të thënë kanë mbështetur gjërësisht dhe mbujari partinë që qeveris sot vendin, nuk ka asgjë. Uji mungon, rruga është për faqe të zezë. Banorët thonë se do të përshkallëzojnë protestat e tyre nëse investimi nuk kryhet i plot.